Përshëndetje miq, kjo temë e videos ka të bëj me shërimin e plagëve tona nga e kaluara. Mësoni që ne jemi në sezonin e muajit shtator, për të cilën janë dy eklipset. Njërën e kaluam në 7 shtator, e cila ishte errësira e plot e hënës në shenjën e peshqve, dhe ndërkohë në 21 shtator po vjen hëna e dytë, por në këtë rast pra e ligjëreshës, por në këtë rast është errësira e pjeshme e diellit. Sigurisht eklipset janë që na sjellin ndryshime, na sjellin zhvillime. Mësoni që ky muaj shtator ndoshta ndjehet ke ju me emocione intensive, por gjithçka që bëhet është që pra ne jo vetëm që është vazhdim i hënës re në Virgjëresh në 23 gusht, është vazhdim, dhe në këtë rast është që të gjithë janë ose që të gjithë do të ndjeni që do të preken çështjet nga e kaluara. Në këtë rast ndikojnë shumë planete, si planeti Urani që është qielli, ndërkohë është inovator, është planeti Saturn që udhëhiqet, pra edhe ka si karmën tonë, pra ne të lirohemi nga karma jonë shpirtërore, ashtu sikurse është planeti Pluto, që këto 20 vjet me radhë na kërkon, na bën që ne jo vetëm të vdesim, të transformohemi dhe të rilindim, të bëhet fjalë gjithmonë për bagazhet e vjetra që nuk na shërbejnë, ashtu sikurse edhe planeti Neptun që na bën që ne të lidhemi me shpirtin tonë, me pjesën tonë të brendshme, që është dhuntia jonë, talenti jonë, misioni jonë, ajo që ne kemi ardhur ëngjëj në këtë tokë me një mision dhe me një drejtim, dhe ne jemi rritur gjatë gjithë kohës, pra shpirti merr mësimet gjatë gjithë jetës, dhe në këtë rast të kuptoni që ju mund të ndjeni optimist me atë që ju keni arritur deri tani, por edhe jo, pra ndërkohë është që gjithçka që bëhet është për të filluar transformime të tilla, pra ju kërkohet për të hyrë më në thellësi të lidhemi me veten tonë dhe për transformime të tilla, dhe jo vetëm në këtë rast unë po flas për shpirtin, por këto transformime po ndodhin kudo në nivel të planetit tonë në çdo aspekt të jetës. Ndërkohë është që lidhja, duke qenë se është dhe lidhja me planetin e Mërkurit, me nënën, sepse është në Virgjëresh dhe është vazhdimi i Virgjëreshës në 21, është hëna e re, pra e pjeshme e diellit, errësira e pjeshme e diellit, është vazhdim, dhe në këtë rast që të gjithë kërkohen në planetin Mërkuri, që është dhe lajmëtari i Zotit, pra i universit, për të cilën është komunikues, është në lidhje me atë që ne po kështu me tregtin, edhe me inteligjencën tonë, ose në lidhje me çdo gjë nga ana e elektronikës, por të kuptoni në këtë rast me veten tonë kërkon që ne të bëjmë zgjedhjet e duhura për atë që shpirti jonë, pra djeg, në këtë rast intuita jonë, për atë çfarë ne kërkojmë në veten tonë, pra zgjedhje të reja dhe të krijojmë ekuilibër në jetën tonë. Ndërkohë është që ndoshta një pjesë nga ju mund të ndjeni të hutuar, dhe sepse doni të bëni diçka, por nuk merrni dot vendim, gjithsesi kjo mund të ndjehet tek ju, por të kuptoni që të gjithë jemi të ftuar për të marrë vendim. Ju nuk jeni vetëm, ju ndihmojeni, prandaj jeni të vëmendshëm, jetoni me momentin tani këtu, se këtu është jeta, tani është jeta, pra kërkohet që t'jeni të vëmendshëm.
Ndërkohë, duke qenë se jemi në muaj shtator të eklipseve, pra të errësirave, qoftë anës së plot, qoftë diellit të pjeshëm, që të gjithë, duke qenë se po vjen dhe në 21 shtator, pra dhe 3-4 ditë, pra në 21 shtator, është duke ardhur edhe ëna e re, pra eklipsi i pjeshëm i diellit, është që vërtet në rajonin tonë nuk është i padukshëm, por nuk do të thotë që nuk ka ndikim tek ne, se eklipset janë për zhvillim dhe për ndryshime, dhe si ndryshon stinët, pra i dini stinët, pra në lidhje me ndryshimet e nënës hënë dhe fazat e nënës hënë, por edhe të nënës natyrë, ndikojnë tek ne, sepse ne jetojmë këtu në këtë tokë. Hëna lëviz rreth tokës dhe i kalon të gjitha yjet, pra i kalon qoftë me zbejën e dritës, qoftë me dritën e saj të plot, pra në një krah ne kemi ndjerë, sidomos në datë 14 që kaluam, ishte hëna në gjysmën e saj, pra gjysmën e saj e ndriçuar, që është potenciali, pra është potenca e hënës dhe drita e saj na shkëlqen, na sjell gjithçka që ne të lirohemi, ndërkohë është edhe pra ajo që është dhe hëna e re që ne do të hedhim farën për atë që ne dëshirojmë. Dhe në këtë kohë është që ju do të ndjeni, është ajo që të gjithë ju jeni bërë të vetëdijshëm, pra dini diçka. Dhe duke qenë se dini diçka, bëhet fjalë që do të lini gjithçka që nuk na shërben nga e vjetra dhe do të vazhdoni me gjërat e reja, me atë që ju çlironi energji me ndjeshmëri dhe ndërkohë edhe lironi dhe shpirtin tuaj. Pra lidheni më shumë me shpirtin. Ndërkohë është që ndoshta e ndjeni, pra duke qenë dhe në këtë kohë, në këtë fazë të nënës hënë, që është dhe kalimi nga gaforja në luan, pra nga i ndjeshëm, sepse është gaforja udhëheqësh nga nëna hënë. Udhëheqjet është udhëheqjes nëna hënë dhe në këtë rast ju i ndjenit, ndoshta jeni bërë shumë të ndjeshëm, ndoshta e keni ndjerë, ashtu sikur se dhe Diana e ndjeu, gjithsesi të kuptoni që është për rivlerësimin tuaj, pra të rivlerësoni çfarë keni arritur deri tani në lidhje me besimin tuaj, a besoni në veten tuaj, ashtu sikurse edhe në ekuilibrin tuaj, pra në atë çfarë ku jeni në lidhje me, a jeni në harmoni, a jeni në ekuilibër me atë që keni arritur deri tani, ndërkohë duke ardhur, pa nga pak po vjen që nëna hënë po e zbedhe, po e shihni është në çerekun e saj të fundit, pra që do ta ndjeni, jo vetëm me simptomat, kjo është për video tjetër, simptomat e ngjitjes tuaj, pra transformimet tuaj që do t'i ndjeni më shumë, po sigurisht kjo është për video tjetër, por të kuptoni që ju i ndjeni këto gjëra dhe në këtë rast është që do të arrihet deri në hënën e re, që është eklipsi i pjeshëm i diellit, do të lini gjithçka që nuk ju shërben. Pra çdo gjë do të lini të shkojë dhe ajo që do të ndjeni kur ju i lini të shkojë, ka të bëjë me atë që do të ndjehet shërimi juaj, do të ndjehet për një pjesë nga ju zbutje, pra i ndjeni më të lehtësuar, ashtu sikurse për një pjesë të dorëzimit, për t'ju dorëzuar shpirtit dhe për të ndjekur misionin e shpirtit, akoma për te vetes tuaj, me vetmohim për të shërbyer planit ynor, Zotit, universit, tokës mëm, për të ndihmuar për shërimin dhe evaluimin e qenies tonë njerëzore, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, gjithsesi që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se ku ndodheni, por të kuptoni që ajo që kërkohet me eklipset është që të gjithë jemi të vëmendshëm për të arritur në lidhje me shëndetin mendor, pra për një mendje të mençur, për një mendje duke pa gjykuar, pa kritikuar, duke lënë hijet dhe duke jetuar në momentin tani, ne krijojmë një optimizëm, një mendje të shëndetshëm, ashtu sikurse do të lirohemi nga çdo varësi që nuk na shërben, në lidhje, pra, ndoshta ndaj personit, ndoshta duan, ndoshta drogë, çfarë do lloj që ju keni, zakone që nuk ju
nuk ju bëjnë ju që të ndjeni të lumtur, ashtu sikurse dhe do të arrihet edhe në shëndetin tuaj, sepse është shenja në Virgjëresh që i kërkon këtë dhe Virgjëresha thot, unë analizoj pa haruar që ton peshqit, unë besoj që të gjitha këto janë të lidhura. Por të kuptoni që në kohën që jemi pra në këto eklipse, është që është për zhvillim, është për ndryshim, është që pra me peshqit që kaluam në 7 shtator, që ishte rësira i plot e ënës, në peshqit ishte që të gjithë na nxjerr hijet tona, por ndërkohë edhe anët emocionet e papërpunuara, dhe ndoshta i keni ndjerë, prandaj është që ne do të shërojmë dhimbjet e së kaluarës, ashtu sikurse është ëna pra që po vjen tani në lidhje me eklipsin të pjesën të diellit që do të na lidhi me talentin ton, do të na lidhi me aftësitë tona, do të na lidhi me cilësitë tona, pra sa më thellë ne të hyjmë, aq më shumë ne do të arrijmë pra në cilësitë e asaj që ne kemi ardhur me një qëllim dhe në këtë rast me misionin e shpirtit tuaj, i cili duke arritur në misionin e shpirtit tuaj, duke e ditur dhe ju ndihmojeni, nuk jeni vetëm, ju do të vazhdoni apasapi për atë çfarë kërkon shpirti juaj. Por me një fjalë të gjejmë, sepse që të gjithë e kemi potencialin, që të gjithë e kemi këtë mrekulli, dhe duke dëgjuar zemrën tonë, ne arrim që të kuptojmë se çfarë ne kërkojmë të vazhdojmë në lidhje me jetën, sepse në fund të fundit ne do të veprojmë. Jeta është këtu, në këtë tokë. Mësoni që të gjithë ju kërkohet vëmendje dhe merrni disa mantra me qëllim që t'i përdorni në mëngjes dhe në mbrëmje, t'ju ndihmojnë ju akoma më shumë që të arrini në jetën tuaj, në ekuilibër, në optimizëm, në besimin tuaj, edhe që të gjithë të kuptoni. Tani është koha, e vetmja kohë është tani, dhe ne që të gjithë jemi të ftuar që çdo lloj dhimbje të skaluarës do ta lëm pa gjykim, pa kritik të shkojë. Filloni mbani shënim. Unë e para, mantra e parë, unë e lejoj veten të jetoj e kënaqur. Mbajini shënim dhe përdoreni jashtë, të lutem, është si një farë që po hidhni në bëheni me hënat e reja, shihni qiellin, shihni yjet, shihni në tokë, sepse janë mesazhet tuaja. Ndërkohë e kaluara ime ka ikur, e lë pas, e treta është, e ardhmja është e paparashikueshme, pra e panjohur, por plotësisht e hapur, dhe nga ky moment dhe çdo ditë unë eci me besim. I vetmi moment për të gjithë ne është tani, pra thuaja vetes, i vetmi moment është tani, pra jeto në momentin prezent. Dhe tjetra e pesta është vetëm këtu dhe tani janë dashuria dhe mundësitë e pafundshme të jetës. Mbajini shënim dhe thuajini si një farë me nënën të re, e cila do të vijë në 21 shtator, dhe kjo është ajo që këto 3 muaj, sipas asaj që ju jeni dhe që do të vazhdoj videon, të kuptoni që janë për shërimin e karmës së vjetër. Pra çdo gjë që nuk na shërben, ne do ta lëmë atje, pa gjykim, pa kritik. Mësoni që në kohë që ne kaluam pra fazat pra që në 7 shtator ishte hëna errësira e plotë e hënës, pra eklipsi i hënës plot, errësira e saj do të thotë që duke qenë se ishte në shenjën e peshqive, është që kjo është dhe nyja veriore e vitit për të cilën ne kemi filluar deri në korrik të 2026-ës. Duke qenë se është dhe viti i planetit Mars, për të cilën kërkohet që çdo të arrim jo vetëm fillime të reja, por edhe të përmbushim ato që ne, pra çfarë kemi akoma, duke vazhduar, duke ndjesh shpirtin ton,
të përmbushim të gjitha qëllimit tona dhe në këtë rast, duke qenë se në datën 13 është lidhja, dielli dhe Mërkuri kanë qenë pra në planetin kanë qenë së bashku sepse është edhe ajo që do ta keni ndjerë në qoftë se çfarë ka ndodhur me ju, për shembull me mua ndodhi që unë humba punën. Sigurisht kam dhe një dy vende, por e humba punën dhe në këtë rast nuk ka rëndësi ajo që asgjë nuk ndodh pa qëllim, por të kuptoni që janë në shenjën e Virgjëreshës dhe Virgjëresha është nyja jugore për këtë vit. Pra ndërsa Peshqit është nyja veriore ku ne do të shkojmë, është nyja jugore e Virgjëreshës në tokë dhe është elementi i tokës dhe ne jetojmë në tokë dhe udhëhiqet nga Mërkuri. Dhe në këtë rast është që të gjithë, ndërsa nyja veriore na dërgon në fatin ton, na bën ne, duke qenë se është në shenjën e peshqve, na bën ne që të shikojmë ndjeshmërinë tonë, të shikojmë ku jemi me rritjen tonë shpirtërore, ku jemi në lidhje me ndjekjen e intuitës tonë, të asaj aftësive tona të brendshme, pra në lidhje me zhvillimin jo vetëm shpirtëror, por edhe nga ana e aftësive, që të gjithë kemi aftësi, që të gjithë kemi talente, qoftë edhe psikike. Pra që të gjitha këto është që do të ndjehet sepse intuita juaj është rritur. Ndërkohë është që të gjithë të kuptoni, ndoshta jeni që ndjeni që keni një frekuencë të lartë të vetes tuaj, por akoma nuk po arrini sepse mund të ketë bllokime. Ndërkohë, duke qenë se jemi edhe jo vetëm është që kaluam në 28 gusht hënën e re në Virgjëresh, që analizon dhe ka të bëjë me temën e jetesës së përditshme, me temën e detyrimeve në këtë jetë, ashtu sikurse dhe me shëndetin ton. Pra në këtë rast të jeni të vëmendshëm, si jeni duke ngrënë në lidhje me, pra jeni duke ngrënë shëndetshëm, ndërkohë a jeni duke përdorur ilaçe apo varësit, pra ku jeni me këto gjëra, sikurse edhe në lidhje me ambientin ku jetoni, a jeni duke filluar në një ambient të pastër, pra në rregullimin qoftë edhe në shtëpinë tuaj për një fillim të ri, për gjërat që nuk ju shërbejnë. Pra kjo është sepse ne jetojmë në këtë tokë dhe mënyra se si ne jetojmë është edhe në lidhje me atë qoftë nga ana shëndetit mendor, shëndetit të trupit tonë, dhe që të gjithë në këtë rast kërkohet sepse ne jemi duke shkuar në një nivel të lartë të ndërgjegjësimit kolektiv, për të cilën është dimensioni i 5 dhe kjo është që të japim rëndësi duke ndjerë trupin ton, sepse trupi na drejton qoftë në lidhje me ushqimin, qoftë në lidhje me varësitë që kemi, apo çdo gjë që pra ndjehet për arsye sepse kërkohet pra shëndeti jon në të gjithë aspektet e jetës. Kjo është që ne jemi duke kaluar nga dimensioni i energjive të ulta në dimensionin e energjive të larta, që do të thotë nga ndërgjegja në ndërgjegjësimi jon në një nivel viktim ose të pandërgjegjshëm, nga roli i pavetëdijes në një nivel më të lartë të ndërgjegjësimit, sepse është afatikor dhe që të gjithë jemi duke kemi një ndërgjegjësim të lartë dhe në këtë rast bëhet që do të veprojmë me zemër të hapur, sepse ky trup multidimensionar, jo vetëm me kocka me mish, por është multidimensionar energjia maskullore e mendja dhe nuk do të punojnë vetëm me energji maskullore me 5 shisat, por është dhe shisa e 6 për të cilën është afatikor që ne do të ndjejmë me zemër dhe kjo zemër, kur ne ndjejmë me zemër, na hap dyert e bukurisë së jetës, sepse që të gjithë kemi vlerë, është misioni dhe drejtimi i jetës. Ne do të shkojmë diku dhe në këtë rast nyja veriore është e peshqve, që do të thotë ne do të bëhemi jo vetëm që jemi të ndjeshëm, jo vetëm që kemi vlerë, jo vetëm që jemi të dashur sepse i kemi ardhur në këtë tokë angjëj, dhe ashtu do të jemi si fëmijë dikur fëmijë deri në
kur fillojmë shkollën, dhe kjo është që ne do të besojmë më shumë në veten tonë dhe ne do të jetojmë në tokë me ato që na bën shpirtin e të jetojmë. Por që të arrihet kjo është që me të vërtet kërkohet që ne do të shërojmë dhimbjet e skaluarës. Po pse tani ndihet më shumë këto dhimbje? Ju shikoni në planetin tonë që ka pra dhuna, lufta, të padrejtësia ndaj grave, polarizime të tjera, pra i ndjeni kudo. Dhe në këtë rast, ky vit është viti i planetit Mars. Marsi ka të bëjë me trupin ton fizik, pra kjo është bëj. Dhe po ndjen këto pra fryma e fundit e karmës së vjetër, pra në lidhje me luftrat, a lejojnë luftrat në këtë kohë e tjera apo krizat e çfarëdo lloji. Sigurisht këto nuk është se i ka bërë krijesa, këto i kemi krijuar ne si qenie njerëzore në rolin viktim duke vepruar të një anshëm në një kohë që ne kemi shpirtin. Pra, a jemi të ndjeshëm? A jemi me të vërtet ne jetojmë me njëri tjetrin? Si jemi duke reaguar me njëri tjetrin? Sigurisht, në roli viktim ne kemi lënduar njëri tjetrin dhe në këtë rast planeti Mars është luftarak, dhe jemi që të gjithë jemi luftarak në kuptimin që duam të arrijmë atë që duam, këmbgulës, po kështu është konfliktual. I vendosur që të gjithë kemi këto gjëra, çfarëdo lloj sfide kemi kaluar, sepse kur them planeti Mars e kemi në trupin ton, pra çfarëdo lloj sfidash që ne kemi kaluar, ne përsëri vazhdojmë të jetojmë dhe sfidat, krizat kanë kaluar, pa patur kriza nuk ka zhvillim, pra universi është gjithmonë në rritje në zhvillim. Por ajo që të kuptoni është ndërkohë që planeti Marsit i sjell këto, është dhe planeti tjetër, Eris dhe planeti Chiron janë që të dy xhuxh dhe këto planete janë që njëri është për shembull po marr planetin Eris për cilin është përballë planetit Mars. Edhe ky planet pra është perëndesha në kohën e Greqisë që sjell kaos, sjell përçarje, sjell mosmarrveshje, konflikte, por në këtë rast përfaqëson energjinë femërore, ndërsa planeti Mars energjinë maskullore bëj, ndërsa Eris është për energjinë femërore dhe çdo do thotë që është për shërbimin, sidomos ndihmon gratë, sepse ka vuajtur vetë, ndihmon gratë në lidhje me padrejtësitë, në lidhje me inferioritetin, përse duhet të rrim inferior, përse ne duhet të bëjmë gjëra që kërkojnë të tjerat e të tjera, pra në lidhje me padrejtësinë tonë, por edhe në përgjithësi, pra sjell kaos, sjell përçarje, është për luftë, por është për mua është për mirë, sepse në fund të fundit do të hymë në brëndësi, pra do të ndjehet në midis asaj në shpirtit tonë të brendshëm, pra çdo gjë që ne kemi krijuar ose që kemi dhimbjet, sepse i kemi në trupin tonë, emocionet e papërpunuara, sepse nuk dinim si t'i ndjenim dhe vetëm jepnim me mendimet, pra jepnim me shprehje, tashu vepro, shpat direkt, dikush fliste ne mos e dëgjoni dhe çfarë ndodhi është që në këtë rast na ndihmon ne që të zgjidhim mosmarrveshjet brenda me veten tonë dhe duke i zgjidhur me veten tonë ne do të jemi në gjendje që të zgjidhim dhe me botën tonë të jashtme. Pra kjo është që sjell konflikt, por është për të mirën tonë. Pra planoni këto gjëra që ne ndihmohemi sepse ne jemi në afatin kohor, ne jemi fëmijët e krijesës, ne ndihmohemi, jemi ne që a jemi ne të lirë, gati, por në momentin që ju përdorni, unë i dorëzohem, unë nuk i detyroj, por në qoftë se ju e përdorni këtë, unë i dorëzohem krijesës, hapni krahët dhe ju ndihmojeni edhe pse ka vështirësi, por është për të mirën tuaj, ta planoni, i ndjen trupi fizik, dhe mos i bëni çudi që janë spitale dhe farmacit, dhe ju sigurisht ju të kujdeseni, por një gjë të kuptoni, në qoftë se analizat ju dalin mirë, ju jeni me energji të re, dhe në qoftë se dalin, dhe në këtë kohë mund të ndalin, sepse jemi në shenjën e vigjereshës, jemi lidhur në tokë, jemi kthyer në tokë me bendindjen tonë,
mund t'ju ndali sëmundjet kronike e të tjera, përsëri unë nuk jam kundra mjekësisë, këto kontrolli është akoma dhe më i mrekullueshëm se ka hyrë inteligjenca artificiale dhe po hyn, nuk e di në Shqipëri se nuk jetoj atje, po kudo po hyn, kudo është një energji e shpejtë. Dhe në këtë rast dalin pra nëpërmjet kompjuterin, nëpërmjet pamjes, dalin më shpejt se ku ju jeni të sëmur, vale nga niveli zhvillimit me gjëra do të vinë në krahasim me çfarë kemi kaluar tani janë më të shpejta, por përsëri të kuptoni që ndihmon dhe në këtë rast bëni kontroll pra në lidhje me sëmundjet tuaja. Unë nuk jam për atë që ju të përdorni ilaçet. Pra njeri thot këtë, tjetri atë, por ju të besoni në trupin tuaj, se trupi jon është që shëron, është multidimensionar, është veçërues, elastik, dhe mbi të gjitha ju kërkohet që të krijoni me të vërtet, dhe në këtë rast edhe planeti Xhuç Chiron, që është planeti, pra është me të vërtet një shpirt i cili jep mençuri dhe shëron njerëzit sepse ka vuajtur vetë, dhe në këtë rast ju bën ju që të liroheni nga çdo gjë, ju ndihmon ju, pra ju ndihmon në lidhje si të punoni me emocionet tuaja, pra ju shëron si t'i lironi ato, dhe në këtë rast edhe në qoftë se ka konflikte, edhe në qoftë se ka përçarje, edhe në qoftë se ndjeni një lloj çfarë ju mund të ndjeni në lidhje me çfarë ju sjell trupi dhe ju thoni që unë e shërova, pra jini të vëmendshëm, nuk vin pa qëllim, dhe në këtë rast është që të kuptoni si jeni duke menduar në lidhje me atë që çfarë po ndjeni ju, sidomos me mendjen, sepse në qoftë se ju do të jetoni me mendjen, mendja është që nuk jeton në momentin prezent, por nëse ju do të jetoni me trupin, ju jeni në momentin prezent. Pra vini re konfliktet që ju vinë, ose çfarë ndjeni në trupin tuaj, dhe çfarë mendoni në lidhje me veten, apo edhe me mendime ndaj të tjerëve, jeni të vëmendshëm. Ndërkohë është që kërkohet dhe do të ndihmojeni në lidhje me shërimin e plagëve të vjetra, për arsye se të gjithë pra planetet, jo vetëm Marsi edhe planeti Xhuç, por edhe planeti Uranit, Saturni, Neptun edhe Pluto, janë ashtu sikurse edhe me nënën Hën dhe Mërkuri, jemi pra që po ndihmohemi, dhe në këtë rast mund t'ju dali zemërimi, mund të ndjete fuqishme, por është për të mirën tuaj, dhe ju duhet jeni të vëmendshëm, nga ju vjen ky zemërim. Por unë po ju ndihmoj, sepse ky zemërim vjen sepse ju ndjeni, pra ne kemi kaluar sfida nga jetën tonë, dhe në këtë rast të gjitha këto gjëra që po ndodhin, pra energjit në nivel bote, duke qenë se ne po rritemi me energji, po shkojmë në një nivel të lartë të ndërgjegjësimit kolektiv, pra në dimensionin e fesë, në dimensionin e lumturisë, në dimensionin e të shëndetit tonë, të miqënies tonë, të zhvillimit tonë nga ana e bollokut, se çdo gjë ekziston në këtë univers të bollç për ju, për mua dhe për ne të gjithë, atëre jeni të vëmendshëm, dhe në këtë rast kërkohet që ju do t'i ndjeni këto gjëra, për arsye sepse ne i kemi kaluar, sidomos gjeneraca ime e shekullit 20, nga vitet 50 deri në 90 ose dhe 2000 aty këtu, por të kuptoni një gjë, që ne nuk kemi marrë pjesë në luftë, por në atë kohë, ju e dini, në vitet 60-70 ishin dhunaj të drejtave ndaj grave, apo në lidhje të drejtave të barazisë, punës e të tjera e në të tash, por pra ka qenë gjithmonë evolucion, ashtu sikurse në vitet 90 u shkatrua sistemi komunist dhe hym pra muri lindor, pra situash u bashkua Europa e tjera, pra në drejtimin e një jete më demokrate e tjera, pavarësisht se ka akoma gjëra, sidomos në Shqipëri, që ndjejnë akoma dhe më shumë, sepse aty është frika jonë është në palc, është manipulimi, padrejtësi, pra nuk ka liri në politikë, ju keni frikë, nuk ka në lidhje me ligjet, në lidhje me rendin e të tjera, pra çdo gjë
Megjithatë këto po shkunden, por ndjehen te ju, dhe ajo që kërkohet nga ju është që ne do të vëmë kufin, që të gjithë ne do të vëmë kufi në çdo aspekt të jetës. Dhe ndërkohë është që edhe në qoftë se ne, ju, unë, kërkojmë drejtësi apo kërkojmë përparim, përsëri, sigurisht që do të ndjehen konflikte, sigurisht që do të ndjehen pengesa, por kur mos harroni, sepse një gjë të dini, kur ne vazhdojmë rrugën e shpirtit, ne do të shkojmë diku. Pra kujtoni, sido që ti jeni në këto momente, edhe pse ka konflikte, edhe pse ka pengesa, çfarë kaluat dhe ku jeni, ne do të shkojmë në nyjen veriore, ne do të besojmë në veten tonë, ne do të lidhemi me zemrën tonë, se është afati kohor. Dy rrugë janë, o do të vuani, do të rrini në rolin viktim, dhe e cila do të jetë një johon që nuk do të ketë më fuqi, sepse johona e bukurisë jetës, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, të dashurisë, të frekuencat të larta, të dritës, të bollokut, sepse ne jemi dritë, ne e kemi esencën dritë, ne jemi energji, ne jemi fuqi. Dhe kjo është që ne do të arrim në bukurinë e jetës, vetëm besoni, 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 dorëzojeni krijesës dhe hapasapi çdo gjë është punon për ne, sepse dhe ne lejtë të punojmë. Ndërkohë, edhe pse në qoftë se do të ndjeni dhe do të dali zemërimi, ju do ta kuptoni që nga vjen ky zemërim, nga vetja apo nga ana tjetër, pra nga personi tjetër, që mund të jetë në hijet tuaja, kokën tuaj, por një gjë të dini, që ju përsëri ndihmoheni nga planeti Venus, sepse është planeti i dashurisë, planeti i bukurisë së jetës, i harmonisë së jetës, i bollokut të jetës, dhe në këtë rast ndjehet ka një efekt qetësues, dhe ju bën ju që jo vetëm të mbroni veten, por dhe të kuptoni që nga ju vjen ky zemërim. Pra, zemërimi mund të jetë nga ana juaj dhe një efekt kanë këto energji, sepse në këtë kohë realiteti jonë është ndarë në dy anë. Njëri anë janë energji të ulta, pra manipulime, gënjeshtra, mashtrime, keq trajtime për cilat pleshtat, pra këto lloj pleshtat po shkunden dhe do të shkunden, sigurisht apasapi kudo ndjehe në botë, por edhe në lidhje me veten tonë, sepse ndërgjegjësimi jonë si qenie njerëzore është i lartë, që të gjithë ne kur bëjmë pyetje për diçka, ne do të marrim përgjigje, dhe është tani në këtë kohë, dhe kjo është që ne lidhemi me veten tonë, ne hapim zemrën dhe ne bëhemi të ndjeshëm, dhe sa më shumë të ndjeshëm t'jemi, aq më shumë ne po ngjitemi në dimensionin e pesë, sepse ne jemi qenie njerëzore që jemi të ndjeshëm. Sigurisht apasapi kjo do të triumfoj, dhe tash kanë triumfuar sepse frekuencat e larta po hynë dhe kanë zbritur dhe në tokën mam, edhe në këto kohë kanë zbritur në tokën mam, që e forcojnë akoma dhe më shumë, dhe ju ndihmojnë ju që të liroheni. Pra, qoftë kërkoni ndihmë, të shëroheni emocionalisht, të shëroheni qoftë nga shëndeti mendor, shpirtëror, emocionalisht dhe me trup fizik të shëndetshëm. Gjithsesi, kjo është pak a shumë që do të ndjehet në këtë kohë, dhe kur mos harroni që gjithçka që kërkohet nga ne është duke ardhur dhe në 21 është duke ardhur eklipsi i peshëm i diellit në shenjën e vigjeresës, pra hëna e re, kërkon tek ne që të gjithë të jemi të vëmendshëm në lidhje me si kemi pra detyrimet e përditshme, pra krijojmë një siguri, ne jemi të mjaftueshëm me atë që kemi, por dhe jemi të hapur në univers. Ndërkohë në lidhje me si jeni në shtëpinë tuaj, gjëra që nuk ju shërbejnë, ti largoni, ti pastroni, apo rroba, apo çfarë keni të tjera, pra të krijoni një rregullim në shtëpinë tuaj për të patur paqe shpirtërore, ashtu sikurse ti jeni të vëmendshëm me shëndetin tuaj në lidhje me ushqimin, sepse ne po shkojmë në dimensionin e pesë dhe trupi juaj e di do të hahet më pak, këtë t'jeni të sigurt, ju do të hani më pak
dhe trupi juaj do të filloj të lëvizi çdo ditë nga pak, yoga apo çfarë do lloj, duke vazhduar shëtitje në natyrë, sepse është numri 1 shërues i jetës tonë, shliron energji, jo vetëm nga ana emocionale, por dhe nga ana mendore, sepse në fund të fundit ne jetojmë në këtë realitet për të cilën ka konflikte, ka pengesa, ka energji që përplasen, por jehona, drita dhe dashuria dhe bollëku i bukurisë që ekziston, çdo gjë ekziston, asgjë nuk mungon. Ajo që kërkohet është të lidhemi me veten tonë, me zemrën tonë, dhe duke hapur zemrën tonë, duke hyrë në thellësi të kuptojmë kush ne jemi në të vërtetë dhe ku do të shkojmë, kjo është bukuria e jetës. Për ne dhe trupi fizik njeh pra e njeh moshën, por është energji, sepse në fund të fundit frymëmarrja është fuqia e jetës. Është ajo që ne vazhdojmë të jetojmë dhe atë që bëjmë sot do të na çojë nesër, duke lënë të kaluarën atje ku ishte dhe duke vepruar me atë që shpirti jon na tërhet dhe të vazhdojmë përpara. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.